Rrëfimet e largimit nga Kosova tash mund t'i di secili, pos përmes tregimit të dikujt të drejt për drejt, nga e marta për ato mëson edhe përmes leximit. E kjo pas promovimit të librit Treni në kufirin mes tmerrit dhe liris, i cili sjell përjetime dhe dëshmi të qytetarëve të dëbuar me forcë gjatë luftës. Sipas autores Eliza Hoxha, vepra synon të shërbejë si ur komunikimi ndërmjet gjeneratave dhe si kujtesë për të kaluarën. Mendoj që dokumentimi është tepër i rëndësishëm për të pasur mundësi edhe në krijimin e paqes aty ku ende është, si ta them, fragjile, për ta ushqyer paqen edhe për ta mirëmbajtur paqen edhe për ta krijuar hapësirën për dialogim të vazhdueshëm edhe të gjeneratave që janë prekur direkt nga lufta, por edhe të fëmijëve. Promovimi i librit u mbështet nga ambasada britanike në Kosovë, derisa përfaqësuesi diplomatik i saj e vlerësoi pozitivisht botimin. Ky është një rikujtim që në periudha të vështira mbështetja, humaniteti dhe digniteti duhet të vazhdojnë. Ne jemi shumë krenar që kemi mbështetur këtë punë, sepse ne besojmë se ballafaqimi me të kaluarën është shumë i rëndësishëm, sepse ne e dimë edhe nga historia jonë. Dëbimi i shqiptarëve në vitin 1999 mbetet një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë, ku mijëra familje u detyruan të braktisnin shtëpitë e tyre e të strehohen në shtetet fqinje.